إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë me shpjegimin e atij personit të tretë nga ato 7 persona të cilët do strehohen në hijen e arshit e Allahut Gjelle Gjelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së Tij. E I treti nga ato është ai burr, ai njeri I cili zemra e tij është e lidhur për xhamit. Padyshim se o vëllezër, zemra e atij muslimani e cila është e lidhur për xhamit shtëpijet e Allahut Gjelle Gjelaluhu është ajo zemër e cila është e mbushur me besim, me iman në Allahun Gjelle Gjelaluhu, është e mbushur me dashurinë ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe me devotshmëri, është e mbushur me nxitim për në hajër dhe për në vepra të mira dhe për në mirësi, për arsye se kjo zemër e ka kuptuar se gjatë jetës së tij nuk arrin diç tjetër të fiton ditën kur të shkon te krijuesi I tij, vetëm sa ato të cilët e ka vepruar mirë gjatë jetës së tij, edhe se padyshim se e ka lidhur zemrën e tij me ato objekte dhe me ato vende ku me të vërtetë në to fiton shumë edhe arrin vepra të mira dhe shpërblim, arrin që të shpëton nga mëkatet dhe të rrit grada të larta të tij te Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe ai nxiton dhe shpejton që ai të I lën mëkatet e tij dhe të rrëzon gjunahe e të ngrit gradat të tij, pasi ndëgjon hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u biha ad-darajat?" A nuk dëshironi që të ju lajmëroj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se me çka Allahu Gjelle Gjelaluhu I shlyen mëkatet dhe I rrëzon gabimet dhe ngren me to gradat të pranishmit. Thanë: "Bela ja Rasulallah, po gjithsesi o I dërguari I Allahut." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Isbaghul wudu'i 'ala al-makarih." Marrja e abdesit në kohët e vështira. Përmbushja e abdesit, të marrësh abdes edhe kur është mëngjes, edhe kur është mbrëmje, kur është nxehtë dhe kur është ftoft. Marrja e abdesit në kohët e urrejtura të këqija të vështira. Edhe një ashtu tha: "Wa kathratul khuta ila al-masajid." Edhe hapat e shpesha, hapat e shumta për të dalur në xhami. Tha: "Wa intidharu s-salati ba'da s-salat, fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat." Edhe të pritish, tha pejgamberi selam,
kur ta falin namazin, kush e pret që ta fal dhe namazin tjetër në xhami, e kjo i llogaritet atij si roje, llogaritet për të roje që mbrohet dhe qëndron në mbrojtje nga e keqja e armikut që vjen. E llogariti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të rrish dhe të qëndrosh në xhami pasi që ta falish një namaz. E fal namazin e akşamit dhe pret në xhami namazin e yacis, kjo të jetë si një roje që qëndron për hit Allahut xhelle xhelaluhu. Të marrësh abdes në kohët e vështira dhe ti të i drejtohesh xhamisë shtëpisë Allahut xhelle xhelaluhu, sa më shumë hapa që bën dhe sa më shumë që ti mundohesh, edhe pse rruga e yte është e largët, që të dalësh në xhami në shtëpinë Allahut xhelle xhelaluhu, kjo është shenja e zemrës tonë të lidhur me shtëpijat e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe kjo është shenja e nxitimit tonë për në kënaqësinë e Allahut xhelle xhelaluhu, që ta fitosh vetveten tonë dhe ta shpëtosh vetveten tonë, se padyshim ky është ai i cili nxiton kjo zemër e cila është e lidhur për shtëpijet e Allahut xhelle xhelaluhu, nxiton që një ditë të strehohet në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu, ku nuk ka hije përpos hijes së tij. Dhe se padyshim se është vërtetuar se Allahu xhelle xhelaluhu vëllezër rrezon mëkate edhe e rrit grada për atë i cili sa më shumë bën hapa për të dalur në xhami dhe vjen për të kryer farzën nga obligimet e Allahut xhelle xhelaluhu. Pra tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radiallahu anhu, tha men tatahhara fi baytihi thumma mada ila bejti min bujutillah li yaqdi faridatan min faraidillah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo i cili del merr abdes dhe pastrohet mirë në shtëpinë e tij dhe del në ndonjë shtëpi nga shtëpijet e Allahut xhelle xhelaluhu për të kryer një farz nga farzet e Allahut që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka obliguar atij. Edhe pse neve ndoshta nuk na intereson se a kemi farz, a se kemi farz, a kemi farz namazin e sabahut, a kemi farz drekën apo iqindin apo akşamën apo yacin, të janë farzet që Allahu na i ka obliguar që nuk shton pa to. Dhe ai i cili pastrohet në shtëpinë e tij dhe bën qëllim një shtëpi nga shtëpijet e Allahut, me dal, me kry atë farz të Allahut xhelle xhelaluhu, ishin hapat e tij të cilët del por në xhami, tha njëra prej tyre rrezon mëkate, e tjetra ngren gradat e Allahut xhelle xhelaluhu. Sado që të jetë rruga e largët, aq sa është rruga e largët për të ardhur në xhami, sa më shumë hapa që bën, aq më shumë rrezon mëkate dhe aq më shumë ngren grada. Ku gjen këtë mirësi? Kjo është mirësia dhe dhurata e Allahut xhelle xhelaluhu vëllezër, që ti vetëm me kry një obligim e ta lidhish zemrën tonë për xhami, për shtëpinë Allahut xhelle xhelaluhu dhe të vish të krysh këtë obligim. Çdo hap që e qet për me ardhur në xhami, të shkruhet sevap dhe të ngritet grada. Për çdo hap të cilën e qet, ty të të binë mëkate, dhe se padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar o vëllezër se shpërblimi më i madh në namaz është atij njeriu i cili e ka rrugën më të gjatë për me ardhur në xhami. Kështu na transmeton Imam Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna a'zama an-nasi ajran fi as-salah ab'aduhum mamsha ab'aduhum ilayha mamsha fa ab'aduhum. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më shpërblim më të madh në namaz nga njerëzit, tha është ai i cili e ka mas larti rrugën e tij për të arritur në xhami. Larg e më larg, ecja e tij sa më e gjatë, aq më shumë hapa për të ardhur në xhami, ai për çdo hap rrit gradat e Allahut xhelle xhelaluhu dhe rrezon mëkate. A kurse na ndryshe arsyetohemi, larg e kam sundal, është problem, pse nuk vjen në sabah në xhami, larg. A kurse ku i lëm këtë sevap o vëllezër? Jo vetëm se ti të dalësh në xhami, sa më e lartë që është rruga yte për të dalur në xhami, të prezantoj shtëpinë Allahu xhelle xhelaluhu, që të rrezon mëkate dhe të ngren grada te Allahu xhelle xhelaluhu, por dhe kur të kthehesh përsëri Allahu xhelle xhelaluhu ti llogarit këto shpërblime. Dhe se kjo e pohuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në hadithin e Ubej ibn Ka'bit, të cilën e transmeton Imam Muslimi, ishte një njeri për të cilën tha Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu, që kur u lajmëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë njeri, që tha nuk njoh njeri, tha Ubej ibn Ka'bi, që e kishte shtëpinë më larg se sa ky njeri nga xhamia shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
nuk din ndër një njeri që e kishte xhamin ma larg se sa ky. Dhe ai për çdo namaz nuk i shpëtonte asnjë namaz. Nuk mungonte nga asnjë namaz për të ardhur në xhami. Ky sahabi, ky njeri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ubej ibn Kabi, sahabi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po mahlite po habitet me këto. Derisa kur e pan vështirësinë e tij, i than apo i thash këtij njeriu, "Law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhalma'i war-ramda", sikur ta kishe bletur një gomor, e ti të i hypsha ati, të vish në kohët e errësirës, të ndihmon rrugtimin, ardhjen tonë për në xhami dhe në kohët e nxehta të vështira. Ky u përgjigj kështu o vëllezër. Nuk tha se me pas me një herë e kishën sfizu, po jo, tha, mu nuk më gëzon ta kem xhamin shtëpinë e Allahut afër shtëpisë time. Për arsye se tha, unë shpresoj dhe unë dëshiroj dhe dua që për çdo hap të cilën vi për në xhami, unë të arrish shpërblimet e premtuara nga pejgamberi dhe nga Allahu xhel xelaluhu, edhe se të njëjtën e llogaris ta marrë shpërblimin dhe kur kthej nga xhamia për në familjen time. Unë dëshiroj edhe më lumturon që unë të vi me hapat në xhami, sado që është e largët ajo, por dhe kur të kthehem kam dëshirë që ato të më llogariten të njëjta shpërblime. Kur e lajmëruan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për këtë rast, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u vëllezër tha, "Qad jama Allahu laka dhalika kull." Allahu xhel xelaluhu ti ka tubuar ty të gjitha ato, të tëra këto shpërblime. Kur të vish në xhami, sa hapa i ke nxjerrë për të ardhur në xhami dhe sa hapa do të kthesh nga xhamia, të gjitha Allahu xhel xelaluhu të i llogarit ato. E kurse si është gjendja e jonë vëllezër? Sa më larg që e kemi xhamin, na ndoshta vim më shumë, apo sa më afër që e kemi vim më shumë. Apo asnjërin prej këtyre dyjave, as afër as larg xhamia nuk na intereson, e as që dëshirojmë zemrën ta lidhim për xhamin, për shtëpinë Allahu xhel xelaluhu. A kurse Allahu xhel xelaluhu është ai i cili i mburret me laqeve të tij, me ne, me prezencën tonë në xhami kur vjen shtëpinë Allahu xhel xelaluhu. Këto e transmeton Ibn Majah dhe Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë të falëm namazin e akşamit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, kthej në shtëpi kushdo i cili kthej, ngeli në xhami kushdo i cili dashti që ta prit namazin e acis aty në xhamin e pejgamberit sallam. Tha, kur kthej pejgamberi sallam, pastaj tha, doli shpejt dhe duke shpejtuar i kishte përvelur dhe rrobat e tij gati se ju kishin zbuluar dhe gjunjtë e pejgamberit sallam. Tha, fryma e tij u kishte shpeshtuar. Tha, kur erdh shpejt që të na lajmëron dhe të na përgëzon dhe ju tha shokëve të pejgamberit sallam të cilët ishin prezent, tha, abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwab as-sama yubahi bikum al-malaika. Tha, dijeni dhe përgëzohuni, tha pejgamberi sallam, ky është Allahu juaj, Zoti juaj, i cili ka hapur një derë nga dyert e qiellit të tij dhe ju mburret me laqeve të tij me ju. Ju thot, undhuru ila ibadi, shikoni robën tim, shikoni robërit e mi atje. E kanë mbaruar namazin farz. Addu faridatan wa hum yantadhiruna al-ukhra. E krytun e mbaruan një namaz farz, tash janë duke e pritur namazin farz të tjetrin. A thua vëllezër, ai e ti dhe unë, ai me të cilin Allahu xhel xelaluhu mburret me laqeve dhe thot, ja robi im atje, ka dalë ta falë në farzin në xhami, dhe ai e pret dhe farzin tjetër ta mbaron ta kryen në xhami. Apo ndoshta nuk na sheh xhamia, shtëpia Allahu xhel xelaluhu, vetëm se ndoshta një ditë në javë, apo por dikan ndoshta edhe një ditë në vjet, apo 2 ditë në vjet në festa. Për atë vëllezër lutim Allahu xhel xelaluhu, që Allahu xhel xelaluhu ta pastron gjendjen tonë dhe ta lidh zemrën tonë për shtëpiat e krijuesit tonë, për arsye se në to është shpëtimi jon dhe është strehimi i jon në ditën ku nuk ka streh dhe nuk ka hije, për posaçërisë Allahu xhel xelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammedin wa alihi wa sahbihi wal muqtadin bihadihi wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se zemra më e lumtur dhe më e kënaqur dhe më e rehatshme, më stabilizuar është ajo zemra ati besimtari e cila është e lidhur për xhamin, për shtëpijet e Allahut xhel xelaluhu. Çdo zemër dhe çdo njeri dëshiron lumturi, e dikush e lidh zemrën e tij për shumë sende gjatë jetës së tij. Dikush e lidh dhe mendon se lumturinë e plotë të tij
e gjen në muzikë, e gjen në vendet e muzikës, e gjen në vendet e lajthitjes, e gjen në vendet të ndryshme, dhe mundohet që të i ikë shtëpisë Allahu xhel xhelalu, por përsëri, edhe pse të gjitha ato i ka provuar, ken harame, ken vende, përsëri zemra e tij ndin mangësi edhe nuk ndin lumturi, kurse zemër me lumturi të plot ndin ajo zemër e cila është ati besimtari që është lidhur për shtëpijet, për xhamiat e Allahu xhel xhelaluhu, dhe se lumturia e plot është në atë zemër e cila e kryen farzin namazin e Allahu xhel xhelaluhu, e veçanërisht kur ajo është në xhami, siç na transmeton Imam Ahmedi dhe Nesaiu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat." Mos të bërë kënaqësia e syrit tim në namaz. A thua është kënaqësia e syrit tonë gjitha lumturive tjera të cilët i kemi si angazhim, na ta ndijmë ato në zemrën tonë momentin kur na bëjmë namaz, në momentin kur gjendën shtëpinë e Allahu xhel xhelaluhu, e kja të aludon për besimin tanë dhe për imanin tanë, që ishin dietarët e mëdhenj të selefit të vëllezër të parët, të cilët thanë se idha ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Nëse e shikoni një njeri i cili ai vazhdimisht është i lidhur me xhami dhe ai shkon në xhami për të kryer farzet, obligimet e tij, dëshmoni për to se ka iman. Dëshmoni për besimin e tij. Atë që e shihni që ai vazhdimisht ai mundohet që të shkon në xhami dhe prezanton në xhami. Dhe se kjo tha me argument se Allahu xhel xhelalu në Kur'an tha: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Xhamiat, shtëpijet e Allahu xhel xhelalu i mbikëqyr ata dhe është në kujdesin e tyre ai i cili beson Allahun xhel xhelaluhu dhe ditën e ahiretit. Lum për ato zemra të cilët janë të lumturuara me lidhjen e tyre për shtëpijet e krijuesit të tyre. Lum për atë zemra e cila gjen qetësinë shtëpinë e Allahu xhel xhelalu dhe ndin mangësi nëse nuk është në prezencën e xhamisë, shtëpisë e Allahu xhel xhelalu, dhe se kjo lumturi, o vëllezër, dhe kjo shpëtim dhe kjo mirësi nuk arrihet kjo cilësi vetëm se don sabër shumë dhe durim, edhe nëse ke fatin e madh. Allahu xhel xhelalu në Kur'an tha: "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim." Nuk e arrin një gjë të tillë vetëm se ata të cilët bën sabër, bën durim të madh, dhe ai i cili e ka fatin e madh që të arrin gjithë këtë mirësi, e të ngritën grada, e të lanë mëkate, që të arrish një ashtu dhe në fund të strehohesh në hijen e arshit të krijuesit në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu dhul xhelal të lidh zemrat tona për xhami, Allahu të përmirëson gjendjen tonë dhe Allahu xhel xhelalu të na lehtëson kryerjen e obligimeve në shtëpinë e tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.